Një ngjarje e pazakontë ndodhi në Elbasan, ku dyshohet se pronarët e një banese, në bashkëpunim me familjarë të tyre, kanë vendosur një sasi lënde plasëse në banesën e tyre. Ngjarja dyshohet se u inskenua nga pronarët me qëllim përfitimin e azilit në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Lënda plasëse ishte vendosur në katin e parë të pallatit, në periferi të Elbasanit, ndërsa shpërthimi u krye mesnatën e së mërkurës. Nga shpërthimi pati dëme materiale, ndërsa në banesë nuk ndodhej askush. Për zbardhjen e ngjarjes, policia sekuestroi kamerat e sigurisë së bizneseve pranë porrojit të Zaranikës, ku në pamjet filmike dallohet një burr i cili ka lëvizur disa herë gjatë mbrëmjes së 30 prillit përreth banesës, ku dhe ka vendosur lëndën plasëse. Pas analizimit të pamjeve filmike, dyshohet se ngjarja mund të jetë inskenuar nga vetë pronarët e banesës, të cilët prej kohësh jetojnë mes Shqipërisë dhe një shteti të Bashkimit Evropian, ku mund të synojnë të përfitojnë azil. Lidhur me këtë ngjarje, policia po merr në pyetje pronarët e banesës, të afërm dhe fqinj të tyre.